Është përkujtuar në Shkodër 147 vjetori lidhjes shqiptare të Prizrenit 10 qershor 1878, kur prijesit e krahinave shqiptare u mblodhën në Prizren në drejtimin e Abdyl Frashërit dhe vendosën të organizonin mbrojtjen e tokave shqiptare nga coptimi, duke shpallur në të njëjtën kohë ndarjen përfundimtare nga sundimi i perandorisë osmane. Shkodra me Malsin luajti një rol shumë të rëndësishëm në mbështetje në kësaj lidhje historike, kujton historiani Anelmo Spahia. Kontributi i Shkodrës është realisht i veçantë, duke pas parasysh edhe rëndësinë që kishte Shkodra në Ballkanin Perëndimor, në trevat shqiptare. Komiteti i Shkodrës luajti një rol të rëndësishëm, ishte një prej 3 komiteteve kryesore që ishin të lidhjes së Prizrenit, ishte në Shkodrës, i Prizrenit dhe i Janinës. Komiteti i Shkodrës organizoi gjithë veprimtarinë, jo vetëm ushtarake për dërgimin e vullnetarëve në plavën Guci, pastaj për luftën e Miletit, për Ulqin, por edhe veprimtarinë e male administrative, mbledhjen e taksave, edhe rëndësinë e male për veçqeverisjen që u krijua, por edhe për drejtimin e luftës. Pra, mund të themi rëndësinë e tij të male për drejtimin e kësaj lufte të shqiptarëve gjatë krizës lidhnore për mbrojtjen e tërësisë territoriale të rrojeve shqiptare, po edhe bashkimin e tyre në një organizim politik për veçqeverisjen e tyre. Spahia thekson se ishin të shumtë figurat e shquara nga Shkodra që u angazhuan drejt për drejt në zbatimin e programit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Mund të veçojmë Hodo Sokolin edhe rëndësinë e tij për luftën e mbrojtjes së Hotit edhe të Grudës, po edhe kryetarin e komitetit të Shkodrës Daud Boriçin, figura të tjera, pastaj Selim Xhirezin, figura pastaj edhe të Malsis, Mark Lulen, Dukaxhinit, një varg figurash të tjera, më them Çun Mulen e Hotit, bajraktarin e Hotit, Baca Kurtin, Filip Çekën e tjerë, një varg figurash. Ndërkohë, muzikologu Çamil Xhirezi, një nga organizatorët e këtij aktiviteti në bashkëpunim me Bibliotekën Marin Barleti, vlerësoi rolin e muzikantit të famshëm shkodran Palok Kurti, i cili kompozoi në atë kohë marshin Bashkimi i Shqipërisë, kushtuar kësaj lëvizje. Për këtë aktivitet në Shkodër, nënkryetaria e bashkisë Teuta Qyteza u shpreh. Si bashki, mbështesim çdo lloj aktiviteti që bëhet kulturor, historik, që kujton traditat dhe datat historike të çmuara të vendit tonë, duke i dhënë atyre rëndësinë e duhur, si për sensibilizim, si për anën historike të sidomos të rinjt, duhet që të kenë parasysh dhe t'i evidentojnë si një e shkuar dhe si një rëndësi e madhe për të vlerësuar historinë në çdo aspekt dhe datë e saj, edhe kjo është një ndër më të rëndësishmet tonat. Aktiviteti përkujtimor i 147 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit në Shkodër u shoqërua dhe me interpretime muzikore nga instrumentistë të shkollës së mesme artistike Prenkjakova Shkodër.